Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar, kësaj radhe po takohemi dhe do të flasim për shërimin me Kur'an, i cili është shërues për çdo lloj sëmundje. Dikush mund të më thonë, hoxh bre, më njëherë ka më na shku mendja se kancerin e shëron Kur'ani, pra me i këndu dikuj Kur'an, a shërohesh? Edhe nëse i këndojmë edhe shërohet, atëherë pse ekzistojnë mjekët ose medikamentet kundër kancerit? Ose sëmundjeve të rana që janë të tjerat. Allahu çdo herë në Kur'an në ka tregu, shumë herë në Kur'an, në ka tregu se vdekja vjen me një sebeb. Ka plot njerëz që kanë vdekë pa kancer. Ka plot njerëz që janë shëruar nga kanceri pa Kur'an, pa mjek. Me ndonjë barë në diçka. Ka plot njerëz që mjeku ja ka caktuar edhe ditën e vdekjes. Mas 2-3 muajve ki me vdekje, ai ka me gjallë. Bile më kujtohet një rast, një ngjarje e vërtet, që tregon dikush që unë e njoh, thot i ka thonë mjeku, ndash me jetu edhe pak një vjetrit, thot le duhanin, le cigaren. Mas një kohë del plaku nga spitali, edhe i bjen me shku për diçka tjetër në spital, mas një viti. Edhe i pyet atje, ku është filan doktori, tha ka vdek. Pra, kur themi ne me u shëru, nuk do më thonë me u shëru edhe mos me vdek kur. Kur'ani nuk e shëron flamen. Kur'ani nuk e shëron plagën. Kur'ani nuk e shëron depresionin, nëse e marrëm vetëm si direkt. Po Kur'ani e shëron depresionin. Pse? Dhe si ka mundësi kur unë thash nuk e shëron depresionin, tash po tham e shëron depresionin. Kur'ani e shëron depresionin të një njeri i cili gradualisht ka hyrë në Kur'an dhe ka kap Kur'anin fort, me zemër të pastër dhe sinqert. Ai s'bjen depresion heq, pra është i shëruar nga depresioni. Në këtë mënyrë, Kur'ani i parandalon shumë sëmundje në këtë mënyrë. Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Hani edhe peni, po mos të teprani. Se ai është i cili, Allahu është ai i cili që nuk i dën ata që e teprojnë. Pra nëse ne praktikojmë Kur'anin në këtë mënyrë, nuk ka mundësi ty me tarë çdo lloj infeksioni. Nga lukthi, nga brëndësia, nga ushqimet, nga mjekët. Ma të mëdhaj sot po thojnë mos hani gjithçka. Mos e teprani në ushqim. E Allahu neve na ka kallëzu shumë herët, na ka urdhëruar. Kur vinë disa mërzia, nëse ti je mërzitshëm, nuk është që po të kënoj Kur'an edhe ti shërohesh. E hjek mërzin, jo. Kur'ani ka shëruar më herët, para se me të ardhë mërzia. Mbështetjo Allahut, bën sabër, Allahu i ka caktuar dosane që s'mundesh me i nal. Kuptoje ligjin e Zotit që ai po na sprovon. Dhe kur vjen mërzia, ti i ki këto sene parasysh, je i shëruar. Pra je një person që e përballon mërzin. Mirë po, Kur'ani aq është shërues, saqë ndodh edhe persona që vinë për rukje, unë i tham s'ki siher, nuk ki magji, nuk ki kur gjo. Po, hoxh s'po njihna mirë. Mbështetjo Allahut, s'di që më thonë. Mbështetjo Allahut, bën dhikr. Thuje këtë sure, bën një qështu, mbështetjo, kërko falje nga Allahu. Allahu ta qetëson zemrën. Pra Allahu, me përmend Allahun, Allahu e qetëson zemrat e besimtarve. Kështu që pas një kohë thot hoxhu, nësë ti më ke thonë s'kum pas kur gjo, po unë ju më shëru prej asaj dite. Pra Kur'anit kanë ndihmu me u shëru nga sene që ka ti nuk e din ka të kanë ardhë. E pastaj, pra në fund edhe nga magjia. Kur'ani shëron nga shumë smundje,
të shëron edhe nga magjia, edhe nga msyshi, edhe nga prekjet e gjenve, edhe e largon shejtanin nga trupi njeriut, nga shtëpia njeriut, nga prona njeriut, nga afërsia njeriut. Vetëm se për me pas Kur'ani shërim për gjithçka, të një person, ai person do të me i plotësu kushtet e besimit në Zot. Besimit edhe në fjalën e Allahut, pra në Kur'an. E jo, shkon vepron vepra të këqija, s'interesohet për fe, e ka kap biznisi për para, e ka kap obligimet e dunjas. E në fund, ju kanë ngushtu punët në të naont, hoqë kënëm diçka Kur'an. Lebe se hoqë as po kënej ke Kur'an, që shdohet hajtë shkajtë një hoqë tjetër. Ja, s'kys po bëj ka po shkajtë një hoqë tjetër. Ja, sa i vjen këtu, jo prej këtu i shkën të një tjetër. Pra, për me të shëru Allahu 100%, edhe shumë shpejt, do të me konë ti i pregaditur në Kur'an. Do të me lexu Kur'an, do të me praktiku Kur'anin, do të me jutu të Zotit, do të me besu fjallën e Zotit, do të me ju nënshtru Allahut, e kështu me radhë. Pra Kur'ani, mos dalim shumë prej temës, është shërues për çdo sëmundje, por me kushtet çka i tham edhe më herët. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.